Gjendet personi I cili u arrestua për sulm seksual ndaj një 15 vjeçare. Këtu është pronari I marketit Cani që u arrestua për sulmin seksual ndaj 15 vjeçares në Gjilan. Tani, për momentin është kështu, një 15 vjeçare në Gjilan me prindin e saj na ka deklaruar në polici që është sulmuar seksualisht nga ky personi këtu dhe ky rezulton të jetë pronari I marketit Cani. Unë nuk jam I Gjilanit, unë jetoj në Gjermani në Minhen, jam I Pes dhe nuk I njeh njerëzit. Bashkë më intereson me ditë, edhe nëse jeni në Gjermani dhe kudo s'është më rëndësi, a e njihni që person, a besoni që ka mujt me qenë vërtet, nuk po du me qit asat vajzën në ranë me thonë që o ka ranë që e ka sulmu, po se di pse s'ma mushi synin në shikim të parë, nështë edhe total gabimisht baba kikpërime, ky del që është pedofil në falin shprehje, po nuk besoj, kështu që inshallah nuk është, se për me bëll kesh nëse është.